Do ju shpëtoj më, baron puna juj më, do ju rregulloj më. Se e di që ju ka lënën 8 vjetë në mëshirën e Perëndis, pa sigurim social. Baba do vi unë, nuk ka dyshim aty, hajde. Unë jam një emër i njohur për të mirën e qytetit të Gostivarit. Flasim pak për ujërat e zeza dhe Vardarin. Një pjesë e madhe e lagjeve dhe fshatrave derdhin ujërat e zeza në Vardar. Si të ta zgjidhni këtë problem? Për ato informacione nuk i kam, po e di në qytet se ata e kanë plaçkitur, e kanë vjedhur buxhetin e komunës. Ata le thonë, përveç vjedhjes të arkës të buxhetit të komunës të Gostivarit, le dalin le thonë se kanë bërë një realizim me ardhjen e Teravarit dhe që ka vazhduar nxënësi i tij Valbon Limani. Po ju patët kohë 8 vite, pse nuk i ndërtuat këto brenda atyre viteve që ishi mandatar? Garës i rikthehet një emër i vjetër, Nevzat Bejta.